Hani një thelpi udhër në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre 9 problemeve shëndetësore. Hudhra është një bimë që secili prej nesh e ka provuar të paktën një herë. Disa e pëlqejnë dhe disa të tjerë nuk e shtojnë atë në ushqimet e tyre, por konsumi I hudhrës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të sjellë një sër efektesh pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e tij. Hudhra është një artikull I cili mund të konsumohet nga të gjithë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përmes saj do të keni përfitime të mëdha për shëndetin dhe do të lehtësoni një sër komplikacionesh. Sipas brejtësajt në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të hudhrës në vaktin tuaj ditor. Hudhra ju bën më tërheqës. Megjithatë, gjithmonë ajo është konsideruar se era e saj mund të dekurajojë çdo komunikim të mundshëm, por studime të ndryshme së fundmi tregojnë se kjo është e gabuar. I vetmi kufizim që duhet të keni është sasia. 12 orë përpara një takimi mund të konsumoni një thelpi hudhër. Kjo do ju bëjë gjithashtu edhe më tërheqës. Shpesh për të larguar erën e hudhrës nga goja juaj, mund të përtypni gjithashtu gjethet e mentes. Hudhra do të forcojë sistemin tuaj imunitar. Hudhra na mbron nga viruset e ndryshme dhe nga ftohja. Shkencëtarët konfirmojnë se duhet të hahet të paktën rregullisht një thelpi hudhër. Kjo do të forcojë sistemin tuaj imunitar, pasi hudhra përmban një sër vitaminash dhe mineralesh, të cilat do ta mbajnë trupin tuaj më të freskët, më të shëndetshëm dhe mbi të gjitha do të keni një imunitet më të mirë. Tensioni juaj I gjakut do të stabilizohet ndjeshëm me konsumin e hudhrës në dietën tuaj ditore. Shtimi I hudhrës në vaktet tuaja mund të përmirësojë presionin e gjakut. Ajo do të zgjerojë ndjeshëm enët tuaja të gjakut që do të zvogëlojnë presionin. Dhimbjet e kokës, si dhe ngarkesat e zemrës do të zhduken së bashku me presionin e lartë të gjakut. Kjo falë vetive që hudhra ka në këtë aspekt të shëndetit. Duhet të hani të paktën një thelpi hudhër çdo ditë. Për më tepër, hudhra zvogëlon nivelin e kolesterolit të keq në trup me 10 deri në 15%. Por çfarë do të thotë kjo për shëndetin tonë? Risku I atakut kardiak do të zvogëlohet 2 fish. Sidoqoftë mbani në mend se këto metoda nuk mund të përdoren si terapi të vetme, por duhet të konsultoheni me mjekun për një zgjidhje përfundimtare. Hudhra do të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen tuaj të forcës fizike. Hudhra e bën zemrën dhe muskujt të punojnë në mënyrë më efektive. Nëse luani sporte, atëherë konsumi të paktën një thelpi hudhër në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm rezultatet tuaja. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese, me qëllim që të mbroni imunitetin dhe të evitoni gjithashtu problemet e tij. Për më tepër, ky produkt që gjen veprime të gjëra ka element ushqyes, të cilat do të nxisin një rritje të mirë të imunitetit dhe do të zvogëlojnë kështu komplikacionet e tij. Konsumi I hudhrës në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin tuaj të flokut, gjithashtu edhe të lëkurës, duke I dhënë atij një nxitje më të mirë dhe duke mbajtur larg edhe problemet të ndryshme shëndetësore. Hudhra është një bimë që praktikisht mund të forcojë nxitjen e rritjes së flokut dhe ta bëjë flokun tuaj më të trashë. Qelizat përgjegjëse për rinovimin e lëkurës mund të kenë reagime pozitive me konsumin e hudhrës, duke cilësuar atë si një mbrojtje fantastike për shkak të vlerave që jep shëndetit edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Dhimbja e dhëmbit do të pushojë nëse shtoni hudhrën në dietën tuaj. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për zgavërën e gojës. Ajo do të vrasë mikrobet e dëmshme që gjenden në të, duke forcuar kështu edhe shëndetin tuaj dentar. Shtimi I hudhrës në sasinë e duhur në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të arrini të realizoni në kushte shtëpie dhe të ndihmoni kështu shëndetin tuaj. Ekspertët cilësojnë se një thelpi hudhër është e mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu edhe kundërindikacionet. Hudhra ka vlera të larta ushqyese. Ajo është veçanërisht e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe kalium.
Përveç kësaj, ajo përmban nivele shumë të mira të vitaminës A, vitaminës K, acidit folik dhe mineraleve të tjera. Ajo përmban hekur, magnez, fosfor dhe selen. Një thelpi udhër e shtuar çdo ditë në dietën tuaj do të ofrojë rreth 3 gram të elementit ushqyes të proteinës, gjithashtu edhe karbohidrateve. Hudhra do të ndikojë edhe në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Hudhra mund të ndihmojë diabetikët të kontrollojnë më mirë luhatjet e sheqerit në trupin e tyre, dhe një i rritur duhet të konsumojë 2,5 deri në 5 mg mangan në ditë për të arritur rezultatet e shumëpritura. Kriprat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglicemik, domethënë reduktojnë gjithashtu edhe sasinë e sheqerit në trupin tuaj. Hudhra përmban komponentët të sqyfurit. Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilët japin asaj edhe aromën e veçantë, të cilat karakterizohen nga një veprim hipoglicemik, domethënë reduktojnë gjithashtu edhe sasinë e sheqerit. Hudhra është e përpasur me element ushqyes, ato kanë efekte të forta biologjike kur bien në kontakt me molekula të caktuara të trupit tuaj. Pra shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë për shëndetin. Ato do të zvogëlojnë problemet e shëndetit kardiovaskular. Përmbajtja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj kardiovaskular, pasi ajo ndihmon në rregullimin e presionit të lartë të gjakut, siç është përmendur tashmë. Hudhra do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e kolesterolit të keq, që në të dyja rastet ekziston risku i sëmundjeve kardiovaskulare. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ka efekte të mira antiinflamatore. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose infektimeve, kështu që ajo mund të luajë një rol kyç në përmirësimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Megjithatë, duhet të tregoni të kujdesshëm nëse keni shëndet të dobët, vuani nga inflamacionet e tij dhe vuani nga shëndeti i dobët kardiovaskular, artriti reumatoid dhe merrni disa lloje të medikamenteve për të mbajtur shëndetin tuaj nën kontroll. Hudhra ka efekte të mira edhe për shëndetin gastrointestinal. Hudhra do të përmirësojë ndjeshëm traktin tuaj gastrointestinal, për shkak të vetive antimikrobike dhe antiinflamatore që ajo përmban. Probiotikët janë në lëndët ushqyese thelbësore për florën tuaj intestinale të zorëve, duke e bërë atë të dobishme të veprojë kundër parazitëve dhe infeksioneve të dobta të shëndetit. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni që hudhrën ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Kjo edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj në 10 mënyra. Hudhra do të zvogëlojë ndjeshëm sëmundjet e Alzheimerit. Studime të shumta kanë treguar se hudhra do të promovojë shëndetin konjugjativ të moshuarit dhe do të ulë riskun e disa llojeve të sëmundjeve, siç janë për shembull çmenduria. Hudhra është e njohur se mund të parandalojë edhe ndryshimet që shkakton arterioskleroza. Hudhra do të veprojë gjithashtu edhe kundër bakterieve. Në vitin 1858, Louis Pasteur zbuloi efektin antibakterial të hudhrës dhe e përdori atë si një antiseptik për të parandaluar gangrenat. Ekspertët cilësojnë se hudhrën mund ta përdorin si një ndihmë të mirë për shëndetin dhe mund të përfitonin shumë nga vlerat e saj. Kështu rezultatet që kjo bimë do t'japë për shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një produkt që mund të forcojë edhe sistemin imunitar. Hudhra ka veprim të mirë antibakterial, antiviral dhe mund të ndihmojë kundër ftohjes. Ajo mund të lehtësojë kollën dhe problemet e bronkitit. Sigurisht në mbikëqyrjen e një eksperti dhe në përdorimin e hudhrës do ta keni më të lehtë të kapërceni këtë situatë mjaft të rëndë për organizmin. Hudhra ka efekte të mira fal antioksidantëve të fuqishëm që ajo përmban. Hudhra përmban antioksidant, substanca që mbrojnë trupin nga oksidantët e dëmshëm dhe forcojnë trupin kundër radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të vështirësojnë shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i hudhrës në këto raste mund të jetë përgjigjja më e mirë për një imunitet më të fortë dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.